I lutemi Allahu xhaleshanuhu në këto momente të bereqetshme, në këtë vend të bereqetshëm, në këtë muaj të bereqetshëm, me na pranua namazin ton, agjerimin ton dhe veprat tona që i kemi dhe i bëjmë për hir të Allahu xhaleshanuhu. O vëllezër besimtar të ndershëm, motra të ndershme, sot po nalemi me një meditim në ajetet kuranore. Ajo ka të bëj sa herë që e lexojmë në Kur'anin, kemi pa dy thirrje në Kur'an, dy lloje thirrjeve. Kemi pa ja ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besuar, apo o ju ata të cilët kanë besuar. Dhe keni me pa një thirrje tjetër pi Allahut, ja ayyuhan nas, o ju njerëz. O ju njerëz. Që kanë folë dietarët dhe komentatorët e Kuranit, pse Allahu xhaleshanuhu e ka përmend këto dy lloje të thirrjeve? A është njëjtë ja ayyuhalladhina amanu, o ju besimtar, me atë ja ayyuhan nas, o ju njerëz? Pyetje. Normal që nuk është njëjtë. Kanë thënë dietarët dhe komentatorët e Kuranit, sa herë që e shohësh fjalën thirrjen ja ayyuhan nas, o ju njerëz, ittaqu rabbakum, keni frikë Allahu xhaleshanuhu, o ju njerëz, ja ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, ju kemi krijuar juve nga një mashkull dhe nga një femër, ju kemi bë fisë dhe popuj, e ju më njoft me zveti. Këtu futën edhe muslimanët me këtë thirrje, edhe jo muslimanët. Futët tërë njerëzia. Futën besimtarët, jo besimtarët. Futën komunistat, ateistat, sekularistat. Futën krishterët, qifutët, budistët, hindusët, po krejt besimeve që ka ekzistojnë këtyr tokës, sepse edhe ata e njerëz, edhe ata bashkohen me këtë fjali, o ju njerëz. Këtu nuk ka të bëj diçka me besim. E sa herë që të urdhron Allahu për çështjet përgjithshme, për çështjet dobishme të popullit në përgjithësi, vlera humane në përgjithësi, mi besu Allahut si Allah, jo mi bati shirk, jo mi bati shok, po kini kujdes, ruajun nga e keqja, kini kujdes, ju kemi krijuar nga një mashkull dhe nga një femër, ju më njoftu me zveti, jo më mbyt me zveti, jo më i shpall luft njëri tjetrit. Ma i mirë prej jush, kush është ai cili është ma i devotshëm, ai cili është ma që i drohet dhe i tutet Allahut xhaleshanuhu. Vlerat e përgjithshme njerëzore futët tërë njerëzia, burra e gra, intelektual, politikan, student, të gjithë futën ja ayyuhan nas. A kur vim tani të thirrja e dytë, ja ayyuhalladhina amanu, o ju besimtar, këtu tani ka të bëjë vetëm me neve muslimanët. Dhe dietarët e Kuranit, Abdullah ibn Abbasi e të tjerë flasin, sa herë që ta nish fjalën e Allahut në Kur'an, o ju besimtar, ka thënë hapi vesht mirë, vendoja veshin mirë, kujdes, një hajër ka me të urdhru Zoti me atë, dhe një sherr ka me të largu Zoti prej saj. Do me thonë, sa herë që të nim, ja ayyuhalladhina amanu, o vëlla i dashur, o i motër e ndershme, dhe mendjen tënde maksimale, pas kësaj fjale, ka me ardhur një urdhër, bëne, fale namazin, jepe zekatin, ruaje shikimin tënd, ruaju prej mendimeve të këqija, po edhe bën diçka. Ndalu prej të keqes dhe bënën e të mirë. E tash kur Allahu thirr me këtë thirrje më të bukur dhe më të mirë, ja ayyuhalladhina amanu, nuk ka titull më të mirë se Allahu me ta dhënë ty këtë titull besimtar. O ju besimtar. E tash çka i ka hije besimtarit? I ka hije besimtarit
me punu me urdhra dhe mund ndalu prej ndalesave. Se pasi je deklaruar musliman dhe besimtar, edhe Allahu po thot ty je besimtar, atëherë urdhra që ka janë falë namazin, jepe zekatin, duhet mi krye, pa diskutim, po edhe ndalesat, alkoholi, bigjozi, kamata, thashe themet, shpifjet e ndryshme, duhet mu ndalu. Që kjo i ka hije besimtarit. Prandaj sa herë që ta lexojmë Kur'anin, kujtoni këto dy terme. Po, a është ja ju alladhina amanu o ju besimtar, apo është ja ju nas? Nëse është o ju njerëz, ka vlerat përgjithshme. Nëse është o ju besimtar, ka të bëj tani me tyje personalisht. Hapi vesht mirë, trego vëmendje, të jesh i kujdesshëm, aty tani vinë urdhrat për mi krye dhe vinë ndalesat mos mi bë. Allahu na bëft për besimtarëve të mirë dhe të sinqert. Allahu na udhëzoft neve me kuptu Kur'anin ashtu si i ka hije, dhe çdo fjalë e Kur'anit që është përmendur në Kur'an e ka atë dimensionin, e ka atë kuptimin, e ka atë filozofinë e vet. E sa të mundeni kur të lexoni, kështu meditoni në Kur'an. Ndaluni, mos u ngutni. Pse kjo fjalë përmend kështu? Çfarë qëllimi i ka? Pse çfarë po don me thonë Allahu xhaleshanu? Shtroja do pyetje vetes, dhe ki me pa se aty ka mençuri, aty ka gjevahira, aty ka shumë lera të mëdha. Ju falenderit për nderin dhe për ndëgjimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. El-Fatiha. Allah i kabul ya Rabbi, inshallah.